Mirë, të nderuar shikues, shkojmë drejt për së drejti me seancën gjyqësore për presidentin e Partisë së Lirisë Ilir Meta. Jemi me këto pamje të drejt për drejta në këto moment. Si që shohim, zoti Meta përsëri ndodhet brenda kafazit të qeqt, njëjtë si në seancën e shkuar në gjykimin në themel. Kujtojmë që pak më herët është refuzuar edhe kërkesa avokatëve të tij për ndryshimin e masës së sigurisë, teksa në ato moment pra nuk ka qenë i pranishëm vetë zoti Meta. Jemi me këto plane të drejt për drejta, ku pritet të nisë edhe seanca për gjykimin në themel për presidentin e Partisë së Lirisë. Do kemi mundësi të ndjekim edhe diskutimet aty. Gjithashtu, nuk është prefekt Pirozgjidjo. Në lidhje me më fani se nuk u relatuan, në lidhje me Fatime Kryemadhi, ka djeni, pasi gjykata ka urdhëruar njoftimin nëpërmjet policisë gjyqësore. Dhe rezulton që në ekzekutim të urdhërimit të gjykatës është shpresa numër 3553 fraksioni protokollit, datë 11/5/2026 i Komisariatit Policisë nr. 1 kundër të tjera bëhet me dije se shtetësja Fatime Kryemadhi është njoftuar për të paraqitur në orën dhe datën e caktuar pas të lidhur vletira numër 106 regjistrit tërheqtar por firmosur për majën dini dhe ka firmosur në datë 9/5/2026 personalisht Fatime Kryemadhi dhe specialisti i zonës Nazmin Kareci. Po, lirojmë atëherë. Atëherë përveçse se pandehuri zonja Fatime Kryemadhi dhe zoti Pirozgjidjo kanë ndjenjë rregullisht për gradën dhe orën e seancës, përveçse se ata vullnetarisht kanë zgjedhur të mos paraqiten në këtë seancë dhe të përfaqësohen nga ndërresi të tyre, se kanë prezencë në seancë ne do të gjykatë vazhdojmë të presimit të shërbimit penal, shërbimi i cili ka